Aktualisht burimi ma kredibil për çështjet e energjisë, për çështjet prodhimit, për çështjet blemjes, tregtisë me rrymë, është ndërru Janina Imeri, cila është kandidate e LDK-s për deputete. Janin, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Sa faleminderit. numër po në listë? 18. 18. Po. Me numër 18. Mirë po, nuk është arsye që kjo pse kom thirr Janinën. Unë mbram kom ra me terr, kur u qohen me nxes apet i shkon terr, se s'kish pas rrim çka ka ndodhur. Ka ro bloku Beni, edhe nga shtrit nga rkesa shumë. Se është ditë dimni, është ditë ku nxemjet e këto veç ndizën, edhe faktikisht sot, edhe pse Kosti që e ka publiku një dokument, e ke shkru 24 tetor, mendoj që është gabim kjo, ka qenë gabim i shkrimit, për ndryshe sot jena të e furnizu vetëm gjysmën e nga rkesës. Dhe më thonë, Gjysma tjetërës është ose import ose reduktim, po. Për sa ta dhe është rritë sot bartja shumë. dhe më thonë ka ropi sistemit bloku Beni. Po, bloku Beni, I cili jep- 630 megawatt në orë kish sot keko furnizimin veç që është tepër pak. Po edhe me kona i blok prap nuk mjafton, dhe më thonë. Jo, na do të me importu për me pas sasien që na vyn me kit bloqet, po plus ka ra dhe Benishi. A din gjo, a kanë sasi të energjisë të kontraktume ma herët e janë ka blejnë ad hoc tash ka po Jo, mundën? diçka që unë e kam po publike më herët, po nuk besoj se nuk ish rrit kaq shumë sot, ofër 9 fish është rrit veç bartja energjisë elektrike. A mundesh me ma racionalizu që gjo? Dhe më thonë se arsye pse të thira për me bo bisedën është që ti kishe thonë, aktualisht jena ty e pagu 800 euro transportin për me prun 1 megawatt. Po, 801 euro për megawatt në orë. Dhe më thonë, na e blejna megawattin 90, po për me prun këtu, i pagujna 800. Po, tash një mobil për shembull është 90.75 në bursë hungarize, çmimi i megawattit i rrymën, Po. si tillë, e merrsh aty. Nëse don me marrë në bursë, me bart, pe orës 8, deri në 12 sonte, pe Maqedonisë, megawatti kushton 801 euro për megawatt. Edhe njona ndër bizneset fituese sonte është Terna. Ternën e ka taku Albin Kurti, e që ka folë për investime. E tash sot është Themi veç pak të qeja, po bartja. du me, se më thonë për shikust. Bie fjala, unë po du me pruni e kom ble një mall në Hungari, i cili më ka kushtu malli 1.000 euro, një frigorifere kom ble. po. Po me prun Kosovë, transporti mi lyp mu 8.000 euro. Dhe më thonë, 8 fish ma shtrajt më të kushtu transporti, Po. se sa vetë malli. Po se kërkesa është shumë e madhe. Kur të është nga kërkesa e madhe s'ki prodhim, por që ata do të më konë shumë të kujdesshëm, me planifiku më herët. Kto lidhen krejt. Nëse ki shumë nga kërkesë, je shumë nevojë le që thojna. Po. Ka përsa ata e ku marr shembullin e spitalit. Nëse na duhet sot spital, na e pagujna taksin sa të ka. Po. 800 euro, veç më na çuk din Po koflar. disi kur bëj ke Sani Hilli, dhe më thonë Kur që... ti mungesë bonave esenciale pagun gjithçka. Po. Tash ashtu jena të pagu gjithçka. Do me thonë ta bën 801 euro dhe krejt në rregull, je du të me marr. Edhe kjo tranzit nuk ka sens me thonë tranzit, se kërkush nuk e pagun tranzitin 800 euro. Jo. Që ka tek kërkujt, po nga rkesa është shumë e madhe, se pesha edhe që marrin energjinë elektrike, veç megawatt deri në 700 megawatt shkojnë. Qysh po ishe justifikimet të kësaj qeverisë? Jo s'është vuke, jo është vuke, jo Albini thashtë në intervistë është s'din Shqipnin, është ata e marrin dika, po nëse di çka. Publiket janë për bartje. Ato që janë për bartje, nga Malizisë edhe është Gjeni është Noa, për bartje po foli, ka Macedonia është Terna dhe do tjerë janë. Tash ai s'ka dëllët thot. Nëse merr ka shumë energji elektrike, ki mu vartë të tregtarët kryesor të energjisë elektrike, Vuki, Gjeni, Terna, qëta janë lojtarët më të maj, qëta ta procesojnë ty ditën që shkon, këta ta bën çmimin sa dën, nuk është që s'marrin pjesë tjerë, po ti suni ik kur ki nevojë ka shumë për energji elektrike. Ai nuk po mundet mja ik licencën, ai nuk po mundet me shkarku Martin Berishaj. Ata po heshtin. Mund vje kes sot për punëtorë të sektorit teknik, që janë edhe në kast, se në zërej nuk janë teknik, edhe në kek. Apo të shkrujnë? A të informojnë? Ka raste, po, që më thojnë karo bloko, edhe unë e tani e shoh edhe e di. Po ka, se edhe kanë muqush më thojnë që kanë tepër presion. Po nuk e di kjo dhe sa është, nuk mund me thonë këtë pjesë, veç dohet më konë presion. E para mendoj se kur të vynë ka shumë energji elektrike, kur Benishi bjen ngritet, vjen keq,
kjo është kur politika ta merr në qafë këtë sektorin. Veç ti kishin milion me punu kek edhe kas me ekspertat e vet në sektorin teknik. Veç ti kishin milion pa parti, pa i ndëry që shtot ish këfill. Cilat janë dyshimet tuaja, domethënë pse ndodhin çdo sene? Mendoj që dyshimet e mia janë që kjo është pengi mafisë energjetike, këto e kam thonë edhe. Çfarë është pengi mafisë energjetike? Pengi se nuk fol, nuk din, nuk mundet ma demantu. Unë e them ti s'ki mundësi teknike mi këtë ty në lojtarve. Ku jetë e marr rrymë? Noa nuk jep rrymë. Noa nuk gjeneron rrymë. Shqipnia nuk ka rrymë sa dojnë ana. Kime marr pe Greqisë, Serbisë, Republika Srpskës, ka e ke marr. Ka. Rjedha energjisë në 2024 në kalzën që ki pas rrymë që ka mbet pe Serbisë dhe pe Shqipnisë. Jo pe Maqedonisë dhe Malit Zi. Amo heshten, nuk folin. Nuk po munën që një avë dit, që një muj dit që kjo puna energjisë që u bo kaq e madhe, nuk kanë mundësi ma dhonë një raport teknik që me thonë, jo, na me të vërtet nuk e kena marrë asë një megawatt për qëtyne që po fut ti. Hajde, po ja, s'ma japin. Nuk dalin edhe me thonë, jo, në vitin 2024, ku keni pagu për import, na nuk e kena marrë për qëtyne lojtarve. E ku e ke marrë pra? S'ma vërtetojnë që nuk e kanë menaxhu sektorin energjisë elektrike, tash ky ka shku me fol për investime, ka thonë. Te kim pas ministrisë me Ternën. Terna sot ta bort energjinë elektrike, ka. Pra, Albini o taku me këta. O taku me këta, njënin prej njerëzve që i ka takuar, atë është edhe kë. E najnë aty, kjo për na bort njëve energjinë elektrike, me 800 euro megavatin. Grup shkon. Grup shkon. Po, dhe ka është pjesë, po. Edhe ajo është pjesë. Po, a din që shkon? Na lyp dikush energji elektrike qëtash, ose na lyp taksi, edhe ti thu për 5 euro, 10 euro, 20 euro, është janë kanë. Për që ata e kojnë edhe janë kanë, edhe rritet, edhe tash kanë përfundu në çmimin 800 euro megavati. Po e qëtë, pra, se doli një lajm për ato kohë që ka më shku temperatura me 20 sigurisht që ke, adin, i paqëndrueshëm, po të fundit që po i shohune, si më thonë, java ashme ka më konë dukshë ma aftëv, dhe më thonë, -5 dhe -7 dhe -8 gjatë natës. Qysh peshet, si më thonë, këtë dimen sa i përket energjisë? Po, thash, kur thashim na kolaps energjetik, ju dhe ke njerëzve termiron, por të kolapsin ndryshë nuk vjen me topan, nuk vjen me që ka u këtë shkëmt, se për qatë ka energji elektrike, po ka zonat që janë shumë parym. Tash, nuk ka pare mo, se s'ka gjithë. S'ka pare buxheti që përmidon qatë. Po jo se buxheti se ka mbulu këto e kena mbulu na, po unë mendoj, dyshimet i kam, që qëtash ketë si mo, nuk ka të, ketë si du të me dalë me një qëndrem, edhe se kjo po shihet që nuk ka vish transformatorët edhe ngarkesa. Nuk ka rrymë. Importi është shumë i madh. Kjo që dikon në Prizrenin në Rahovec se ka mungesë, ka ngarkesë, është problemi izolum jasa ati rajoni. Na edhe në Ferizaj si na të pas rrymë. Agregata dje, sote. Po. Tash, as njoni nuk del me kallëzu që është gjendja. Dyshimet i kam që ase me qenë se dhe plani ka dalë vonë, nuk ka pare mo me importu. Balë mo. I në fund, i kanë kalu limitet, edhe tash çka me bërë redukta energjinë elektrike. Tash doli edhe një lajm që pra po shtrejtohet, dhe më thonë, ZRE-ja kish paralajmëruar. S'ka berat në qëtëfar kompanije nëse s'ja del kimi marrë dikon, edhe energjia elektrike janë të na marrë neve, që kjo është edhe arsyeja pse dolën biznesin treglir, s'ka pas pare mo. Po. Për mos me rrit presionin të na. E kanë rritë bizneset. Po e kanë rritë bizneset. Dhe thonë gjana jo ku të mëni. Ama për bizneset energjisë elektrike asnjë zo. Asnjëherë unë që me mujem të ja kërku hekja licencën e EFT-s. Po. Nuk ja hek. Pse s'ja hekin? Kur që s'bojnë? Së bojnë. Ku është shati Martini në qëtë komplet në ekuacion? Martini përbës ka gjajmon. Ka gjajmon ndaj të në. Ka gjajmon ndaj president, që presidenca nuk e shkakon se në fund aje jep në shkrimin. Bile kështë thonë, ish boj gjallë dje, kështë thonë Albini ka me fitu 53%, nështë ju kanë përzime megawatt këtu, nuk e di. Martini o ka marrët konsulent, a i mundet me thonë që nuk jam konsulent tash për tash, amo ajo është lidhja me genin që na e njohëm, ajo është ambasador. Ti shkoni biznes, ti shkoni njeri normal, që i kish bo qato të reqi me kesh, po menën që të këja kish lon rahat, i kish kalzu, i kish këshy kajke të rejë, këqy shtak, ti shko me amën, si person, po ajo. Pre ka, zë më thonë, kurreshtja jote mu marrë me rrym, Janin? Rritja e faturave të energjisë elektrike, dalja e bizneseve në treglir, iniciativa e Hykmet e Bajramit. Ajo konë në fillim, edhe që më ka ullzu,
se qysh me kqyr çka me kqyr në pjesën e energjisë elektrike, tani unë jam marrë më standard në këtë punë non-stop. Ako më konë që ky profilizimi yt edhe si deputete e ardhshme nëse zgjedhesh, ako më konë si më thonë pika jote kryesore. Energjia dhe çka shtrihet për tek kësaj është kompanitë publike. Kompanitë publike janë gjakderdhja jo më e madhe financiare. Ta po thuajnë që ta zom Iber Lepenci. Trepçës nuk ja kanë qit rrogat, Iber Lepenci 9 milion euro shpenzime, e pak fitim ka dalë dhe këta alo lëvdohen me atë punë. Nëse isha marrë me diçka përveç energjisë, kekut, kostet e këtyne, se ato janë edhe institucione, keku është barë tamam kompani publike, isha marrë me ujë. Një vend që nuk ka ujë, nuk ka rrymë, ta hub dinjitetin. Që shte ke Albini, në thë kena si kërës që ky kapaki, që e këthej një farë kapaki, e ka pas. Filozof. E këthej ke kapakin që shtu dhe ke, ta është Kosovë është si me këthy kapakin kënena, dhe ja këshin hapë sujt një 5 veta që aty, e këshin me një kapak në dorë. Po veç kapaki automet, i mafijës, qysh dojnë për këthejnë? Po. Qysh dojnë? 250 milion për 11 muj, pa plant ka gjitë. Kush pi bën këto sana? Pse se ke po planin e importit energjisë elektrike? Po. S'ka. Unë nuk din Kosovë që ka met najsen pa plan, a energjia ka met 12 muj pa plan. Janin, të roj sukses në zgjedhje. Faleminderit shumë. Numër 18 mos harroni, rreziku i vetëm në politikë është mos me rreziku ka pak, pra ndrëni numrat që i keni pas që ju kanë met në kry, kena nevojë për njerëz në kuvend si Janina që janë profilizuar në tema caktume edhe veç mundin me bëj jetën tur më të mirë se kur çdo s'hupim. Faleminderit shumë Janin. Faleminderit juve.